Hoxh, të falenderoj shumë për këtë shpjegim, po shikojmë shumë të rinj që në momentin që shputen nga familja kanë sukses, ose nuk shpërthejnë dot, ose nuk dalin dot, nuk e realizojnë dot atë që duan të realizojnë pa u shkputur nga familja. Si bëhet në këtë rast? Atëherë ne bëjmë pyetjen, çfarë quhen ata shkputje? Çështja lidhet se ata dalin nga familja, shputen nga familja, duke ndërprer lidhjet mes tyre dhe duke jetuar njërit krejtësisht ndryshe, krejtësisht të pavarur nga familja, duke harruar nënën, duke harruar babain, duke harruar gjyshin, duke harruar gjyshen, duke harruar motra, duke larguar nga vllai, duke larguar nga farefisi, duke larguar nga koncepti familjar, edhe mendojmë se pas kësaj është sukses, ky lloj suksesi mund të jetë i pjesshëm në diçka të caktuar, në diçka të pjesshme në jetën e tij. Ai mund bëhet arkitekti më i mirë, por është një arkitekt pa vlera. Ai mund bëhet inxhinieri më i mirë, por është një inxhinier pa vlera. Ai mund bëhet edhe mësues i mirë në aspektin pedagogjik, por ai nuk do të di të edukojë fëmijët në klasë. Ai nuk do të di të orientojë studentët e tij në të ardhmen, kur ky fillimisht nuk mban mend emrat e antarëve ose me fjalë pjesëtarëve të farefisit të tij, se ndoshta motra dhe vëllezërit, baba dhe nëna, gjyshi dhe gjyshja, këto nuk harrohen asnjëherë, por nuk jeton më me ta. Nuk ka lidhje me ta. Atëherë për çfarë suksesi po bëhet fjalë? Suksesi më i mirë, më i madh, më i rëndësishëm në shoqëri është ruajtja e një familje të konsoliduar, e një familje të vërtet, e konceptit të familjes. Po, është e vërtet që ndoshta disa njerëz nuk bëhen dot kapacitete, sepse është një frym brenda familjes penalizuese. I tërheqin, do të thënë ka një magnet të kundërt. Kemi plot për prindërve të cilët besojnë që fëmia e tyre nuk është i aftë dhe për rrjedhoj e penalizojnë fëmijën e tyre. Dhe nuk janë pak, janë domethënë një kontingjent i caktuar, një përqind kanë për mirë, nuk e kanë për keq. Por ne nuk po flasim tani për gabimet e familjes, nuk po flasim për disa mekanizma të gabuar brenda familjes dhe për rrjedhoj kjo familje meriton të zhbëhet. Dhe për rrjedhoj, kjo familje meriton të mos jetë më me këtë koncept, pra mos jetë më konsoliduar, mos jetë më familje konservatore. Nëse familja humbin vlerat, nëse familja humb besimi, nëse familja humbin traditat, nëse familja formimi ose ai, domethënë lidhja e gjakut, dhe ky njeri nesër do të jetë vërtet vetvetja pa familjen e tij, por nuk do të ketë më frym familjare, nuk do të ketë më dashuri, nuk do të ketë më sinqeritet, nuk do të ketë më ndërgjegje të pastër, nuk do të jetë më besnik në punën që do t'i besohet. Ai mund të jetë shumë i aftë, por aftësia do ta bëjë që ta abuzojë nëpërmjet aftësisë që ka dhe jo të jetë dobiprurës për shoqërinë, domethënë ku jeton. Humbja e familjes është humbja gjithçkaje. E tham pak më parë që besimi dhe familja nuk duhet të humbin asnjëherë. Nëse i kemi të shëndosha këto dyja, atëherë e gjithë shoqëria duhet çfarë? Duhet të ndërtohet mbi këto dy baza. Baza e besimit dhe baza e familjes. Pastaj, suksesi individual i një personi, nëse ai shikon nëpërmjet mësuesve, nëpërmjet edukuesve, nëpërmjet personave që orientojnë për mirë në aspektin edukimit dhe në aspektin arsimor, aspektin shkencor, aspektin akademik dhe në formimin e tij, jo vetëm si një person i dobishëm për shoqërinë, por një person kapacitet, domethënë për shoqërinë, atëherë ky duhet të luajë, do të ketë atë menaxhimin e mirë që i ruan raportet e mira me familjen, por nëse familja e tij nuk është e nuk është e gatshme që ky të jetë kapacitet fillimisht për t'i sjellë dobi vetë familjes, pastaj për rrjedhoj dhe shoqërisë, atëherë ky duhet të jetë i zgjuar për vetveten e tij që të ruajë raportet e mira me familjen dhe të gjejë mekanizmat e duhur për të qenë kapacitet i suksesshëm në jetën e tij jashtë familjes, domethënë në shoqëri.